Lyejmë flokët në kushte shtëpie. Vendosim mantelin si fillim që mos të zhulosemi. Herën e fundit kam bërë numrin 3. Këtë herë do vendos numrin 4, se dua që të më dali pak fare më e hapur, ose si e kam tani. Dhe tani do ta përziem derisa masa të bëhet pak homogjene. Do t'i bëj bojën një nga një, pra nuk do t'i bëj të dyja njëherëshis, dhe si fillim s'minxetasi, po dhe dua të shikoj se sa mund të bëj me një bojë. Zakonisht më del një bojë e gjys, jo 2, nuk kam nevojë për 2, po thjesht të hidratuar sa më shumë flokun, e hedh edhe aty gjysmën tjetër. Atëherë, si fillim do të lyej rrënjën dhe pastaj pjesën tjetër të flokut. Tani pasi kam lyer rrënjën, jam duke bërë gjatësinë, po i bëj gjysmë flokun që ta kem më të thjeshtë dhe mos të bëjmë zhul. E mbarova gjysmën e flokut, gjendja ndërkohë. Bëra dhe gjysmën tjetër të bojës, se të gjitha nuk kam ku e vendos. Kjo ana këtej është mbushur plot, por rëndon shumë koka. Dhe thjesht bëra dhe gjysmën e bojës, që të mbush edhe këtë anën këtej, dhe besoj se do më mjaftoj. Tani leva rrënjën nga kjo ana dhe do bëj pjesën e gjatësisë. Me këtë flokët shumë po më duket vetja si ajo Cruellat e 101 Dalmatët, thjesht ajo ka gjysmën e kokës të bardhë. Këtë anën e djathtë nuk e di pse e kam shumë mbrapsh. Edhe kur i thaj flokët, kur i kre, kur bëj çdo gjë e mundshme, kjo ana më duket sikur e kam mbrapsh. Mbarova, kaq boj më ka tepruar, nuk është shumë, po dhe pak nuk është. Do rregulloj edhe pak këtë vijën këtu, do pastroj kokën dhe duhet të pres 45 minuta për flokët dhe të laj dhe pastaj do t'ju tregoj përfundimin. Unë i kam larë flokët dhe po i mbaja të lidhur me peshqir derisa të thaj pak ajo ujë i tepërt, dhe tani në skalp do aplikoj këto ampulat që janë për parandalim rënje dhe rritje floku, dhe i aplikoj gjithmonë pas dushi. Do të aplikoj në të gjithë skalpin e flokut. Se kam aplikuar e masazhoj pak në këtë mënyrë dhe shikoni se sa shumë flokë të reja që më kanë dalë. Pafund. Në gjatësi do aplikoj kremin Livin. E hap kështu dhe e aplikoj në gjatësinë e flokut. E tani do të thaj flokun të gjithin. Tani unë flokun thjesht e kam tharë, pra nuk e kam drejtuar, dhe rezultati është ky. Floku është plot shkëlqim, plot volum, është shumë i plot, sepse është mbushur me bojë aq sa duhet, dhe ngjyra do të duket kështu. Me sa pash e kisha lyer në rregull, nuk kisha lënë asnjë vend bosh. Pas 2-3 larjesh, ngjyra do të shkarkoj dhe do të dalë ashtu si është në katalog, nuk do të jetë kaq e errët sa duket tani, sepse kjo është thjesht larja e parë, dhe kështu duket floku.